Sot kryesisht vranësira, intervalet shkurtra me kthjellime, prezencë e rreshtive krejt të pakta më së shumti në zonat veriore dhe në verilinje të vendit. Megjithatë, termometri qëndron në vlera mjaft të larta, si në orët e mëngjesit ashtu edhe në mesditë. Mëngjesi shënon rreth 7 gradë vlerë më të ulët, maksimumi rreth 26-27 gradë Celsius, por çfarë do të ndodhë për 5 ditët vijuese? Vijon moti paqëndrueshëm edhe gjatë ditës së martës mërkur me rreshje të pakta. Gjatë së martës përsëri në të njëjtat zona, kryesisht veriu dhe zona pjesërisht qendra dhe zonat veri lindore, bëhet fjalë për momente të shkurtra me rreshje krejt të pakta dhe her pas here gjatë ditës së martë. Jugu mbetet me vranësira, do të mjaftohet, por pa rreshje. E njëjta situatë pak a shumë të mërkurën derivon pas dite kur rreshjet zgjerojnë drejt qendrës edhe një pjesë të jugut. Është dita e njëjtë e cila sjell rrebesha të shkurtra. Thuajse në të gjithë territorin shqiptar është një sistem me vranësira i cili kalon shumë shpejt gjatë së njëjtës dhe pjesërisht të premten, duke prodhuar rrebesha të shkurtra, veri dhe qendër dhe më të pakta në jug të territorit shqiptar. Dhe dita e shtunë në pjesën e parë të saj do të jetë pak a shumë në të njëjtat kushte atmosferike me prezencë të vranësirave dhe rrebesheve afat shkurtra. Pra përveç ditës së sotme dhe të martës, nga e mërkura kemi fuqizim, pra mesi javës sjell fuqizim të vranësirave, por edhe shtim dhe intensifikim të rreshjeve në territorin shqiptar. Ajo çfarë vlen të theksohet është fakti se sot ne kemi temperatura të larta, nesër kemi një rënje të temperaturave vetëm në zonat lindore, por vjon një rritje e lehtë e temperaturave në pjesën tjetër të territorit, ngjitet maksimumi në 28 gradë Celsius. Ndërsa të mërkurën, një rënje lehtë në orët e mëngjesit, një rënje e theksuar me të paktën 4 gradë në orët e mesditës në të gjithë territorin shqiptar, duke bërë që maksimumi të zbresë brenda 24 orëve me 4-5 gradë, nga 28 në 23 apo 24 për ditën e mërkurë. Dita e njëjtë do të nisë me një mëngjes mjaft të ftohtë me rreth 3 gradë vlera minimale në rang territori në orët e para të ditës në zonat e thellë malore, ndërsa në mesditë kemi një rritje të lehtë të temperaturave, rritja vjen e lehtë gjatë mëngjeseve dhe të premten dhe të shtunën. Po ashtu e premtja sjell një rritje të temperaturave në mesditë me gjithë prezencën e vranësirave dhe të rreshjeve për shkak të qarkullimit të masave ajrore jugore, jugperëndimore, por krejtëndryshe paraqitet dita e shtunë me një mëngjes relativisht të ngrohtë, ndërsa mesdita jo më shumë se 23 gradë Celsius për shkak të prezencës së vranësirave të dëndura dhe prezencës së rreshjeve në territor. Ky është i gjithë informacioni për dita jonë. Bashkëdhënim sonte në mbrëmje.